më gjatë për shkak se dijej që numri i sistemeve ushtarake të mbrojtjes kundërore të Izraelit dhe sasia e tyre gjendeshin drejt përfundimit. Dhe për këtë arsye, në rast se do të eskaloheshin sulmet ajrore nga Irani, mund të shkojë drejt një opsioni bërthamor. Unë e shikoj si shumë të rrezikshëm përdorimin e armëve bërthamore për shkak se përdorimi i armëve bërthamore, edhe për shkak të territorit shumë të madh që ka Irani, do të kërkojë përdorimi i shumë armëve nukleare taktike dhe përdorimi i armëve bërthamore do të krijonte kushtet që pavarësisht shkatrimeve të jashtëzakonshme që mund të sillte ai, Irani pastaj mundet që brenda një kohe të shkurtër të armatose me armë nukleare. Dhe kjo pastaj do të ishte e kundërta. Dhe kushdo që thot programi nuklear i Iranit është shkatruar, ose gënjen, ose nuk ka informacion për mënyrën se si është organizuar, investimet e mëdha në këtë fushë për gjatë 30 viteve të fundit në mënyrë të veçantë, të paktën nga 2003 deri në 2026, që janë 23 vjet, po ka filluar më përpara, 15 vite më përpara. Cilësinë dhe aftësitë e SPND-s, që është organi më sekret në shtet në çarç të krijimit të armëve bërthamore, pra Kaveri, mbulesa, është programi civil bërthamor iranian, ndërkohë Garda Revolucionare, Komanda e Hapësirës, drejton SPND-n, që është një program në cilin deri më sot janë investuar hiç më pak se minimalisht 400 deri në 600 miliard dollar dhe shpenzimet 400-600 miliard dollar në programin bërthamor të Iranit për gjatë 30 viteve të fundit nuk korrespondojnë me së pari, me deklaratat që nuk ka interes për të bërë armë bërthamore, siç deklarojnë drejtuesit e Iranit, dhe së dyti me shkatrimin e saj për shkak se ishte shpërndar në shumë vende. Dhe faktet e inteligjencës janë që Irani, në rast se do tentonte për ta krijuar armën bërthamore, i ka të gjitha elementet, sigurisht ajo që e ka ndaluar ka qenë fatvaja, jo pamundësia apo mungesa e ekspertizës. Pra fatvaja e Ali Khameneit. Që sot nuk ekziston për shkak se ai është person i azhësuar. Kështu që në këtë rast ka rënë ajo diga që e ndalonte formalisht Iranin të shkonte te bomba bërthamore. Dhe përdorimi i këtyre armëve bërthamore nga ana amerikane apo nga Izraeli do të provokonte një përshpejtim të tillë. Dhe së fundi, për t'i dhënë përgjigje pyetjes tuaj, nuk besoj që sekretari i flotës mund të guxojë të mos i japi kodet presidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ndërkohë që nuk funksionon kështu siç e analizuat ju dhe siç thatë janë mediat. Sigurisht, si rumors quhen në gjuhën popullore, presidenti i Amerikës ka valigjen e vet dhe chairmani, shefi i shtabit përgjithshëm, i shefave të shtabeve të përgjithshëm të 4 komandave kryesore ka valigjen e vet. Nuk funksionon që çdo sekretar ka valigjen e tij. E qartë, kështu që ndërkohë kolonel, më bën përshtypje që Trump, kur shtyu armëpushimin, deklaroi që do ta bëjmë këtë si kërkesë që na e kanë bërë aleatët tanë që janë ndërmjetës në këtë negociat, për shkak se ka një çarje apo një mosrakordim, po them, edhe brenda vetë drejtuesve të Iranit. Si qëndron e vërteta se ka patur edhe një reagim të një përfaqësuesi të një zyrtarit Gardës Revolucionare që ka thënë që nuk mund ta lirojmë ne ngushtisën e Hormuzit nga Twitteri i një idioti, çka është interpretuar që ka lidhje me ministrin e jashtëm, por do doja të kuptoja si është situata në të vërtet brenda elitës udhëheqëse të Iranit. Pa diskutim që ka një përçarje, për shkak se Garda Revolucionare
iraniane, drejtuesit e saj, për shembull, më lejo të citoj komandantin e hapësirës, Majidin, general Majidin, ose komandantin e përgjithshëm të Gardës Revolucionare, general Vahidin, Ahmed Validi, i cili ka qenë ministri i mbrojtjes, komandanti i forcave Quds para Qasem Sulejmanit, komandant ministri i brendshëm e me radhë. Janë njerëz të cilët njohin vetëm Mujtaba Khomeinin. Për ta komplet pjesa tjetër, qoftë presidenti Pezeshkian, qoftë ministri i jashtëm, se Garibafi, kryetari i parlamentit, është pjesë e grupit të përfaqësuesve të grupit të ashpër, të linjës ashpër. Dhe në të gjitha rastet kur ka pas probleme, Ayatollah Khomeini, personi që ka shku të komunikoj me Huthit dhe personi që ka shku të komunikoj drejt për drejt në Beirut, ka qenë kryetari i parlamentit. Është një person me shumë reputacion edhe brenda Gardës Republikës, edhe brenda Iranit, politikës, pra struktura politike, edhe brenda Këshillit Kombëtar të Sigurisë Kombëtare. Dhe në këtë këndvështrim është keq kuptuar, është kuptuar sikur e kanë pas me presidentin Trump. Në fakt, referenca i bëhet Abbas Arakçit. Presidenti Pezeshkian dhe ministri i jashtëm janë dy persona të cilët për hir të vërtetës, pavarësisht presionit të madh që kanë nga Irani, janë dy persona të cilët do të dëshironin dhe kanë bërë gjitha përpjekjet e mundshme, po që të gjitha përpjekjet e tyre janë shkatruar nga Izraeli për t'i përmirësuar, për të krijuar kushtet apo për të përmirësuar marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, e fundit, kolonel, lidhet, do largohemi pa nga lindja e mesme, por sigurisht këto pika shpërthimi dhe vatra shpërthimit luftës nuk është se janë aq të shkëputura nga njëra tjetra. Ndërkohë, ka ndodhur në vendet baltike, ka domethënë disa të dhëna apo disa fërkime, disa tensione që lidhen me faktin që dronët që shkojnë dhe godasin rafineri apo objektiva tjera në Rusi kalojnë nga tre vendet, nga hapësira ajrore e tre vendeve baltike. Çka mund të ishte mund t'i jepte Rusisë një legjitimitet për t'i goditur nesër. Duke u nisur nga fakti që nëse do kishte, që thonë specialistët dhe ekspertët, që nëse do kishte ndonjëherë ndonjë luftë midis Europës edhe Rusisë, Rusia do ta fillonte këtë nga tre vendet baltike. Kjo që shikon pas meje janë avion, këto janë dronët, harta janë dronët nga rruga e dronëve, ndërsa pas meje janë para 4-5 ditëve janë ngritur avion bombardues rus që kanë bërë atë rrugën përgjat në detin Baltik, përgjat dhe anash vendeve baltike. Si e shikon mundësinë që në këto kushte ku ndodhet sot bota dhe në këtë fokus ku e gjithë bota i ka syt nga Irani, Rusia të bëjë një hap të tillë? Do t'ishte e vështirë, por retorika e tre presidentëve të vendeve baltike, në mënyrë të veçantë Estonia, Latvia dhe Letonia dhe Lituania, të tre vendet janë tre vendet më ekstreme, më edhe plus Finlandën, presidentin e Finlandës aktual, janë 4 vendet të cilat kanë pas retorikën më anti-ruse. Me të drejtë, kuptohet, pa diskutim. Ndërkohë që ka kohë që shtabi i përgjithshëm i Federatës Ruse ka përgatitur të gjitha planet e sulmit pa kontrollin e korridorit Suapi që njihet në pjesën e Lituanisë për ta lidhur me Baltikun dhe pastaj kapacitetet dhe aftësitë e ushtrisë ruse kundër ushtrisë Estonisë, ku 26% janë rus, apo të Latvias, ku 25% janë rus, se i ka dhe strukturat brenda, ka strukturat, ka opozitën, ka një pjesë të madhe të popullsisë, janë marrja e tyre është bëhet në mënyrë të menjëhershme.
pavarësisht se kemi dislokimin e një brigade gjermane e disa aseteve tjera. Por sigurisht, marrja e kontrollit të 3 vendeve baltike do të provokonte një luftë me NATO-n. Dhe Putini, në mënyrë të veçantë Putini, nuk është as budalla sa të mos kalkuloj rrezikun e riskun e rreziqeve, pra. Dhe në këtë këndvështrim duket që kjo situatë po përshkallëzohet për shkak se hemorogjia që po i shkaktohet ekonomisë dhe infrastrukturës energjetike ruse si pasojë e përdorimit të hapësirës ajrore të këtyre mund të provokonte sulme ndaj këtyre vendeve, po jo një pushtim. Dhe nëse do të kishte një pushtim, vetëm në rast se do të eskalonte në përmasa të paimagjinueshme konflikti në Iran, dhe do të kishim një konflikt pastaj tjetër në ngushticën e Tajvanit. Pra, sulm i Kinës për marrjen e Tajvanit, që do ta kishte të pamundur angazhimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe për ta përmbyll, në situatën që ndodhet sot NATO, pra po flas për pjesën europiane, akoma nuk është e gatshme për të përballë në mënyrë masive me një konflikt kundër Federatës Ruse. Aq më tepër që sot forca më e madhe e NATO-s dhe Bashkuara të Amerikës akuzojnë NATO-n që i ka braktisur dhe i ka prerë në besë në raport me ndihmën që duhet i jepte në lindjen e mesme. Koronel, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi ju, faleminderit. Shumë faleminderit. Në këtë pjesë të emisionit është bashkuar me mua për herë të parë në fakt eksperti i marrëdhënieve ndërkombëtare Geron Kamberi. Geron, nëse gjithkam. Faleminderit për ftesë. Geron, çfarë nuk po na shohin syt në lindjen e mesme, sidomos në Hormuz? Patëm një shpresë që gjërat mund të paktën të martën mund të kishte një takim midis palëve që të kishim edhe një zgjatje të armëpushimit. Përfaqësuesit iranian as nuk u paraqiten. Presidenti Trump shtoi armëpushimin, ka fjalë që deri të premte mund kemi një ritakim në Islamabad. Ndërkohë Hormuzi është kthyer në një betej ku se kush nga palët ka panijen e tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës bllokuan një anije iraniane, iranianët dje bllokuan dhe ata dhe i kam edhe pamjet nga ana e regjisë, po do dalim pastaj, ja këto janë pamjet. Çfarë po ndodh Geron në lindjen e mesme? Në qoftë se do të rikthejmë asaj që po thonit ju pak më parë, në fakt duket sikur ka armëpushim, por nuk ka luftpushim. Pra palët po luftojnë me mjete të tjera, natyrisht kanë blerë më tepër kohë, me 1-2 javë që u shty periudha e armëpushimit, në mënyrë që ndërmjetësit pakistanez, i cilët janë nga aktorët kryesorë që po marrin pjesë në procesin e bisedimeve të paktën që nga 8 prilli, po dhe më përpara, po përpiqen, siç thot ajo kënga e Beatlesve, të japin paqes një shans. Por doa të theksoj që ajo çfarë është më e rëndësishmja në këtë dinamikë ngjarjes të cilat nuk janë të reja për rajonin e lindjes mesme, kush ka parasysh historinë e këtij rajoni të paktën që pas luftës së dytë botërore dhe deri tani që po flasin gjithmonë ka qenë arenë e shumë konflikteve për arsye nga më të ndryshmet. Qoftë këto për një periudhë që lidhesh me ato që quhet lufta e ftohtë, e cila edhe vetë rajonin e lindjes mesme e ndau në 2 kampe kryesore, një pjesë ishin republikat arabe me drejtim kryesisht pro-sovjetik, pra siç Republika Arabe e Egjiptit, e Sirisë apo vende të tjera brenda rajonit të Gjirit Persik dhe monarkitë e Gjirit Persik, e cilat duke u mbështetur tek kompanitë e mëdha të naftës që ishin kryesisht anglo-amerikane, krijuan një mirëqenie, por dhe një aleancë të qëndrueshme që pasqyrohet me numrin e madh të bazave që këto vende kanë, veçanërisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë në rajonin e lindjes mesme. Dhe Irani ka qenë pjesë e këtij ekuacioni gjeopolitik, për hir të vërtetës deri në vitin 1979 ishte një e njohur për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pas 11 shkurtit të vitit 79 me revolucionin që ndodhi në Iran u bë një e njohur e panjohur. Dhe në këtë kuptim gjykoj që e gjithë dinamika e marrëdhënieve
brenda rajonit të lindjes mesme u nda në 3 konflikte kryesore. Spari ishte konflikti arabo-izraelit, i cili në themel kishte çështjen palestineze. Ishte konflikti midis vendeve arabe të Gjirit Persik dhe Iranit, i cili u pasqyrua në konfliktin Irak-Iran, konflikt 8 vjeçar. Dhe pastaj ishte konflikti midis Iranit, Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, për shkak se në mënyrë paradoksale vendi që njohi parë Izraelin, siç ka qenë Irani 16 maj të vitit 48 bashkë me Turqinë dhe Etiopinë, përkundër të gjithë vendeve arabe që u kundërvuan me atë që quhet lufta e parë arabo-izraelite, Irani mbas 11 shkurtit 79 e hoqi njohjen ndaj Izraelit, u bë kundërshtari kryesor i tij në rajonin e Gjirit Persik. Pra, po të përdor një term Kissingerit, rajoni lindjes mesme është ajo që quhet kriza e përkryer gjeopolitike, ku ka një tërësi krizash që zhvillohen paralelisht me njëra tjetrës. Ndërkohë në këtë rast që ne po flasim, jemi përballë një sfide shumë të madhe, sepse për herë të parë është përfshirë drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës në konflikt me një vend të rajonit të Gjirit Persik, i cili mendohet që mund të ketë dhe armë bërthamore, paktën kjo ka qenë thelbi i konfliktit, dhe kjo bën edhe më të paqartë të ardhmen e konfliktit dhe rrjedhën që mund të ketë ai, pra nëse ai do të shkojë në një nivel tjetër për shkallëzimi, dhe midis të tjerave ajo që ju e përmendet ngushticën e Hormuzit, e cila siç e theksova pak më parë është pjesë e luftës, po tashmë në një formë tjetër. Pra energjia po përdoret si armë, jo nuk është rasti i parë, po të paktën veçanërisht në ato ngushticë Irani është shumë i vetëdijshëm për peshën që ka në kontrollin e kësaj ngushtice, ku kalon jo thjesht vetëm 20% e trafikut të naftës dhe energjisë botërore, veçanërisht për në tregjet aziatike dhe në tregjet e tjera, por brenda kësaj ngushtice kalojnë dhe shumë mallra të tjerë me rëndësi për ekonominë globale, duke filluar nga plerat kimike, nga lëndët e para për mikrochipet e tjerë, dhe mendon që janë lëndë që shkojnë te tregjeve të Azisë, Japonisë, Koresë Jugut, Kinës, e kështu me radhë, e cila konsiderohet sot zemra e ekonomisë botërore për shkak zinxhirit furnizimit global që vjen nga Azia dhe zbret deri në Europë. Por që në rasti konkret, një nga arteret e zemrës po, në qoftë se do flasim me gjuhën e mjekësisë, ku po shkon? Pse Trump mendon ta përdor këtë blokadë si presion? Çfarë pasojash mendon se do të prodhojë kjo brenda Iranit? Në këtë rast, siç e përmenda, pra kemi armë pushim, po s'ka luftë pushim. Pra kjo është një lloj lufte ekonomike e cila po i bëhet, përveç luftës psikologjike, siç e keni ndjekur që u paralajmërua edhe para bisedimeve, ajo deklarata e njohur e presidentit Trump që Iranin e pret fundi apo zhdukja, epoka e gurit e tjera, të gjithë këto janë pjesë asaj që quhet janë lufta asimetrike, pra që janë karakterit ekonomik, psikologjik, lufta nëpërmjet mediave, veçanërisht rrjetet sociale sot kanë fuqinë ti shumë fishojnë mesazhet i përhapin në kohë të shpejtë, dhe brenda kësaj logjike, secila palë përpiqet fillimisht ta mposhtë psikologjikisht kundërshtarin, e njëjta gjë vëret edhe nga Irani, po të keni vënë deklaratat që ne kemi gishtin në këmbës, ne mund të shkatrojmë vendet e Gjirit Persik, pra ky lloj singëritje kështu nervash, e cila më shumë i ngjan një luftë nervash tash në këtë fazën e armëpushimit, përpiqet që në gjatë tryezave të bisedimeve, secila palë të dalë me një gjysmë fitore, jo me fitore të plot, dhe veçanërisht siç e kemi theksuar pak më parë, kjo distancë e madhe që kanë palët nga njëra tjetra tregon që në tavolinën e bisedimeve ende nuk po shikohet ajo pika e ndërmjetme e cila mund t'i afrojë deri diku dhe për të dalë ajo që presin gjithë, një marrëveshje të paktën paqe e përkohshme apo afatmesme, afatshkurtër, afatgjatë, në mënyrë që të çlirojë këtë panikun e madh energjetik që ka kapur ekonominë botërore. Ndërkohë Trump e ka shtyrë armëpushimin, Geron, si ta lexojmë këtë në kuptimin që cila është prognoza, si do të përfundojë ky konflikt, sa larg apo sa afër jemi një paqe apo një armëpushimi, dhe sa larg apo sa afër jemi një mundësie për eskalim të situatës, sepse duhet kujtojmë që atje po mbrin edhe aeroplanmbajtja Bush, ndërkohë dy të tjerat janë të vendosura, njëra ndetin mesdhe dhe tjetra vazhdon të mbetet aty. Ndërkohë është vënë re një kalim i madh, një zhvendosje e madhe e avionëve të Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe logjistikës
sërish në lindjen e mesme. Pra, si e shikon fundin e këtij konflikti? A jemi afër, sepse po lexoja sot